A jeni të kënaqur me rezultatin zgjedhor për zgjedhjet lokale që ka marrë Lidhja Demokratike e Kosovës? Po, duke u bazu në krejt këtë, muj me thonë një farë fushate tegër të kryeministrit karshi komunave, edhe sa i përket, sepse kjo nuk bëhet për një ditë, unë flasë këtu edhe për ndarjet buxhetore, cilat ka ndodhë, përpjekjet për bllokim buxhetit, përpjekjet për bllokim të shumë projekteve investive, unë kujtoj që ne ja kemi dalë dhe jemi të parët në vend sa i përket komunave, duke përfshi edhe kryeqytetin, duke përfshi edhe votat cilat shkojnë në ato komuna. Kështu që në këtë kuptim unë kujtoj që LDK-ja ka dalë jashtëzakonisht mirë prej këtij procesi. Thash, duke u bazu në krejt këtë presionin e madh të kryeministrit, një propagandë të fuqishme ku këtu nuk muj me lënë anash as ministrin e financave, as ministrin e kulturës, edhe normalisht që krejt kjo propagandë, pse po quheni propagandë? Pra ka qenë fushat zgjedhore. Jo, unë po foli. Ta kështu kështu rrjedhimisht fushata është një farë lloj propagande. Shiqani, unë nuk po flas vetëm për pjesën e zgjedhjeve. Unë po flas këtu zoti Kurti sa i përket komunave. Zgjedhje kemi qenë pra që prej fillimit të vitit, edhe nacionale, lokale, unë vi prej komunave. Do më thonë, unë personalisht vi prej komunës Prishtinës, edhe normalisht që ka pas një fushat jashtëzakonisht për bllokimin e projekteve kryesore. Edhe normalisht, kur po flas këtu, ne thash edhe në fillim që nuk po flasim për 30 ditë, ne po flasim këtu për një propagandë edhe një agendë, ndoshta më mirë me thonë të një qeverie karshi komunave ku nuk udhëheqin me to. Po ju po quheni agjent Zoti Xhaveri, ndërkohë eksponent të qeverisë ndërtyrë tash, lëvizjeve vendosje, po nxjerrin dokumente në të cilat po ju akuzojnë edhe juve që se keni përfill procedurat. Konkretisht ta zëm për buxhetin për Prishtinën. Ata po thonë nuk e keni miratuar me kohë, e keni miratuar buxhetin pas kohë, rrjedhimisht s'ka mund të futet në votim në buxhetin e vitit 2025. Shiqa Debra, nëse kthehemi në komunën e Prishtinës, pra po kthehemi absolutisht, nëse kthehemi, unë kam qenë dëshmitar edhe i bllokimit buxhetit vitin 2022-2023, bllokimit buxhetit vitin 2024, pra flasim për shumë pak projekte financuese nga niveli qendror, flasim për bllokadat vazhdueshme të nivelit qendror ndaj komunës Prishtinës, edhe normalisht nuk flasim këtu për projekte të cilat i kanë ndihmuar edhe komunës Prishtinës dhe komunave të LDK-s. Në këtë kuptim unë po them që kjo ka qenë agjendë e zotit Kurti, edhe ne përballë kësaj situate ne ja kemi dalë, jemi të parët në Kosovë sa i përket komunave si Lidhja Demokratike e Kosovës, duke e përfshi po një komune e LDK-s do më një përfshin shumicën e votave që i përfshin lista sërbe. Ne po flasim këtu edhe për numrin e votave, po flasim edhe për komunat e rëndësishme cilat i kemi. Po ashtu një baraz me vendosjen, pra 7-7 jeni me komunën. 7-7 duke përfshi komunën e Prishtinës, që ndoshta 4-5 komuna që i ka lëvizja vetëvendosje nuk hyn në taborin që ka komuna e Prishtinës. Kështu që në këtë kuptimin e madh që po flason këtu është që ne jemi të parët, por thash që duke u përballë prej një fushate tegër të vazhdueshme, ne ja kemi dalë të jemi prapë të parët. Dikun e lexova që vetëvendosja i ka fitu 3 komuna, sepse një komunë ka fitu Sjellci, një komunë Keku, sa i përket punësimeve, po flas, edhe normalisht këto punësime, veç këto punësime, ju i humbët 2 komuna, pra. Këto punësime kanë reflektuar në këto komuna të cilat i humbëm, edhe realisht është arsyetim pas humbjes kjo Zoti Xhaveri. Jo, nuk është arsyetim, ne jemi të parët sa i përket komunave dhe për këtë ne nuk po arsyetohemi. Ju më thoni që Keku në ndërkohë keni kryetarin e komunës Lidhjes Demokratike aty, zotin kandidatin e juaj për kryetar të Obiliqit, Xhafer Gashi, zotin Gashi, të cilët pra kështu politikisht do të hequr kapelen, pra e pranoj përgjegjësinë, mori përgjegjësi për humbje dhe vlatërheqje. Shiqa, nëse kthehemi në pjesën e punës, e përmend edhe ju zotin Xhafer Gashi, i cili realisht ka bërë një punë jashtëzakonisht mirë, flasim për investime jashtëzakonisht mëdha në pjesën e Obiliqit, edhe humbjet vijnë kur pushteti i humbet 2 komuna, pra humbet fush Kosovën, 25 vjet e keni qeverisë humbet, dhe humbet Obiliqin që nuk e kishit më po. Debran, unë kur thash këtu fitoj ndërmarrjet publike që kanë bërë punësime enorme në komunat cilat po flasim këtu.